U godit nga treni i mallrave Fier Vlorë përfundon në spital 68 vjeçari. Rreth orës 12:40 në Levan shtetasi FM, rreth 68 vjeç, duke lëvizur dyshohet se aksidentalisht, është goditur nga shkalla e fundit e trenit të mallrave Fier Vlorë, i cili ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.